Të martën gjykata e apelit të posaçëm do të shurtojë ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kundër vendimit për masën e sigurisë arrest me burg. Vendimi për arrestimin e tij ka shkaktuar debat të madh politik dhe juridik në vend, ndërsa Veliaj e ka cilësuar këtë proces si të motivuar politikisht. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, kryebashkiaku i Tiranës ka akuzuar organet e drejtësisë për një hetim të padrejtë dhe për përdorim të metodave të epokave të kaluara. Ai ka thënë se është përballur me një vetting të paligjshëm, por më shumë se 20 vjet dhe ka krahasuar situatën e tij me praktikat e ndjekura në regjimet e së kaluarës. Veliaj e ka konsideruar arrestimin e tij si një grush ndaj qytetit dhe një përpjekje për të ndikuar në fushatën zgjedhore. Shpadhja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhi në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi jo biografisë personale apo vettingut të paligjshëm si ky i imi për 20 vjet ndodhte vetëm në kohën e Zali Enverit, por jo sot në shekullin e 21. Kërkesa për pendesë ende pa akuzë ngjan me gjyqjet popullore histerike të viteve 60, por jo në 2025. Persekutimi i familjes nga një noter, nga babi me pesa, pa merite, pa ligj, ndërtues në konflikt interesi, mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Lënia e kryeqytetit pra drejtim nga i votuar i njerëzve dhe me një të rënd të lapsit në mos grush shteti, grush ndaj qytetit, punëve të tij dhe votuesve të Tiranës, shteti me WhatsApp në ditë pushimi, nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Presioni ndaj dëshmitarëve duke i kujtuar burgun prindërve e fëmijëve u përket xhelatëve të një regjimi jo demokracisë. Prezumimi pa fajësisë është detyrim për standardet europiane dhe jo histori kolektive e banaqeve, portaleve dhe kundërshtarëve që me voti mundën 7 herë në Tiranë e vetëm me dhunë mund na heqin nga fushata. Seanca e së martës pritet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe politikës, ndërsa mbetet për të parë nëse gjykata do ndryshojë ose do të lërë në fuqi vendimin për arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës.